Në ementatit e të Birit e Shpirtit Shenjtë, hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria, hyjta dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Por të dashur vëllezër dhe motra, të dashur fëmijë, që sot po merrni kungimin e parë. Të gjithë ne jemi bashkuar sot rreth kësaj sofre, prej cilës ushqehemi me Krishtin në kungimin e shenjtë. Është ai që na thot: merrni e hani, ky është korpi im, dhe e mban gjallë besimin tonë. Gjatë gjithë kësaj kohe jeni përgatitur për këtë moment të shenjtë. Prandaj të gjithë ne së bashku me ju lutemi që Zoti të jetë gjithmonë pjesë e shpirtit tonë dhe të na drejtoj në rrugën e shejtnisë. Prandaj që kjo pjesëmarrje jona të jetë e denjë, të kërkojmë Zotit falje për lëshimet e gabimet tona dhe kështu me gëzim të kremtojmë misteret e shenjta. Po i rfehem, hyj të gjithë pushtetshëm dhe juve o vëllezër, se kam me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime për fajin, për më të madhin fajin tim. Prandaj po i porositem me smari gjithmonë Virgjën, të gjithë engjëjve, shenjtëve dhe juve o vëllezër e motra, që ti luteni për mua Zotit hyjto. Hyj gjithë pushtetshëm, pas të mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. O Zot, ki mëshirë për ne. Lavdi i qoftë hyj në lartësi qiellore. Njerëzve vulle mirë mbi tokë, ne po të luftojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tënde të pakufi. Gjithë pushtetshëm, Zot biri një lindur Jezu Krisht, Zot ty që ngjyhyt biri atit, ti që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne.
shluar mëkatet e botës, pranaje lutjen ton. Ti që rrinë të djathen e Atit, ki mëshirë për ne. Vetëm ti je shejti, vetëm ti je Zoti, vetëm ti je teje larti, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shejt, në lavdin e hytat. Dhe lutemi, dëgjoj o Zot lutjet tona, që si kurse besojmë në shpëtimtari i botës, është bashkë me ty në lavdi. Ashtu të sprovojmë se ai është gjithnjë me ne, deri në mbarimin e botës, siç na e ka premtuar. Që me ty jeton e mretnon në bashkim me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Të dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim prej Veprave të Apostujve. Pasi që Jezusi u ngjit në qiell, nga mali i udhimve u kthye në Jeruzalem. Ky mal është afër Jeruzalemit. Atë sa guxohet të ecë të shtunën dhe pasi hyn në qytet, u ngjitën në dhomën e sipërme, ku zakonisht banonin. Ishin Pietri, Gjoni, Jakobi, Andreu, Filipi, Toma, Bartolomeo, Mateo, Jakobi Alfeut, Simoni Zotar dhe Juda Jakobit. Të gjithë këta ishin të përqendruar prore, së bashku në urat me disa gra, me Marin, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Fjala e Zotit. Ta shoh mirësinë e Zotit në tokën e të gjallëve. Ta shoh mirësinë e Zotit në tokën e të gjallëve. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, këdo të kem frikë. Zoti është mbrojtësi i jetës ime, para kujt do të dridhem. Do ta shoh mirësinë e Zotit në tokën e të që të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit, të gjitha ditët e jetës ime, që ta shijoj kënaqësinë e Zotit, e ta vërej shtëpinë e Zotit. Që ju sot sërin e pritmës ime, ki më shi për mua dhe më dëgjo,
Për ty tha zemra ime, kërkoj një fytyrën time. Fytyrën tënde o Zot ta kërkoj, mos e fsheh fytyrën tënde prej meje. Do ta shoh mirësinë e Zotit në tokën e të gjallëve. Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, gëzoni si pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në ditën e zbulesës së lavdisë së tij të mund të galdoni me hare. Të lumet ju në qoftë se ju fyen për shkak të emrit të Krishtit, sepse shpirti i lavdisë i hyet pushon në ju. Përvënjani mendjen që asnjë ndër ju të mos huaj ose i vrastor, ose i vjedhës, ose i bakeq, ose edhe vetëm si njeri që përzihen në punë të huaja. Por nëse vuan si krishter, kurse si të mos ketë turp, por ta lavdëroj hyrjen për shkak të këtij emri. Fjala e Zotit. Nuk do t'ju lë bënjak, thot Zoti, do të kthehem tek ju e zemra juaj do të gëzohet. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shejt sipas Gjoni. Në atë kohë, Jezusi i qoi sytë ka qielli dhe vazhdoi: O atë, arriti koha, jepi lavdi birit tënd, që biri të jap lavdi ty, e që me pushtet të cilin ja dha mbi çdo njeri, t'ja jap jetën e pasosur të gjithë atyre që ja dhe ti. E kjo është jeta e pasosur, që të njohin ty, një të vetmin hyjin e vërtet, dhe atë që dërgove Jezu Krishtin. Unë të dhash lavdi mbi tokë, e kreva veprën që ma dhe ta kryej. E tani, o atë, me lavdëro para teje, me atë lavdi që e kisha të ti para se të filloj dhe të ishte koha. Emrin tënd ua zbulova njerëzve që ti mi dhe nga bota. Ata ishin të tut, ti mi dhe, dhe ata mbajtën fjalën tënde. Tani e kuptuan se gjithçka më dhe vjen prej teje, sepse fjalët që ti mi dhe u adërzova atyre. Ata i pranuan dhe e kuptuan se me të vërtet dola prej teje dhe besuan se ti me dërgove. Unë për ta lutem. Nuk lutem për botën, por për ata që ti mi dhe, sepse janë të tut. Gjithçka ka mon është e jotja, e çka ke ti e imja, dhe në ta u lavdërova. Unë nuk rri më në botë, e ata e në botë,
e unë po vite ti, o ati shejt. Ruaj në emër tënd ata që mi dhe, që të e një si kurse ne. Fjala e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë ditë sot festive jemi të bashkuar të gjithë me ato ndjenja kushtimi i Zotit, sepse ai është jeta jonë. Në këtë ditë të bukur, sot, sidomos, me gjithë se moti është si është, shohim një reze, dielli, tek simboli i ditës sotme, aty ku janë të shënuar emrat e këtyre fëmijëve që sot po marrin kungimin e parë. Dhe i shohim si reze dielli edhe këtu, rreth literit, me gëzimin në zemër, se sot po marrin Krishtin në kungimin e shenjtë, si ushqimin më të rëndësishëm që i jep kuptim jetës tonë, ekzistencës tonë. E sa mirë është që jo vetëm fëmijët, por të gjithë ne t'i kujtojmë sot e sa herë të vim në mesh punët e nevojshme me u kungu e mirë. E para, cila është, e dyta, e treta, i dini. Pra, që kështu ke marrë të përgatitur në këtë mish. Që duke qenë në hirin e të Zot, e duke lanë gjithçka tjetër anash e të përqendruar tek kungimi i shenjtë, t'ja hapim zemrën Krishtit, i cili vjen e banon në të. Me e rëndësishëm se çdo ushqim tjetër është Krishti. Prandaj le të mundohemi gjithmonë, të dashur besimtar, të jemi në gjendje hiri e të mendoj mirë se po e marrim Krishtin e zemër. Prandaj të përgatitemi këtij takimi personal me Krishtin, i cili në përvojtnin më të thellë jo vetëm psoi mundimet vdekjen e ungjall, por praninë e vet na la në kungimin e shenjtë në Eukaristi. Jemi sot në diellën para rshajve. Dhe leximet në flasin për nxënësit e Jezusit, të cilët pas ngjitjes së Krishtit në qiell, nga mali i Ullivëve u kthyen në Jerusalem, që aty të presin plotësimin e premtimit të Krishtit, të marrin Shpirtin Shenjtë. Të gjithë këta rreth zojës bekuar ishin të përqendruar së bashku në lutje. Me disa gra, Marinë nënën e Jezusit dhe vëllezërit e tij, pra jo vetëm apostujt morën Shpirtin Shenjtë,
por të gjithë ata që e kishin ndjekur Krishtin. Dhe me marrjen e Shpirtit Shenjtë, të gjithë ata do të vihen në shërbim të fjalës së Zotit e do ta dëshmojnë Krishtin e gjallë. Pastaj edhe Shën Pjetri na porosit të jemi të qëndrueshëm në çdo vështirësi jete. Të lumet ju, në qoftë se ju fyen për shkak të emrit tim, sepse shpirti i lavdisë së hyjit pushon në ju. Pra, ky shpirti i lavdisë është prania e Krishtit në zemrat tona. Dhe në Ungjil dëgjojmë lutjen priftërore, pjesën e parë të lutjes së Krishtit, që është një mesazh, një testament i një aktualiteti të vazhdueshëm që ai ja beson kishës. Edhe atë në mënyrë të barabartë, kur e krahasojmë me dhuratat që i thërret për kishën nga Ati. E ne, si bashkësi, i marrim këto dhuratat të Zotit, jetën e amshuar, atë të njohjes se një hyj të vërtet dhe të vetëm, dhe të ati që e dërgoi Jezu Krishtin, Zotin tonë. Të dashur besimtar, në këtë fest sot të bukur, të gjitha ato emocione që përshkojnë mendjen e zemrën tonë, sot shndrohen në bekim. E të bekosh, do të thotë ti urosh dikuj diçka të mirë. Të bekosh, do të thotë ti ja duash të mirën dikuj, e ne sot bekojmë njëri tjetrin. Por mbi gjitha është Krishti ai që na bekon. Prandaj përgatitja e fëmijëve gjatë kësaj kohe, sa do intenzive dhe angazhimi i prindërve të tyre, shihet se një bekim për jetën e fëmijëve, dhe kjo reflektohet edhe në paraqitjen e tyre. Sa bukur këndojnë, sa bukur lexojnë, dalin këtu sikur të kishin një përvojë të gjatë, angazhimi, sepse kanë bërë përgatitjen e mirë. Ne duhet të angazhohemi në këtë ecje që Zotit mbetet pjesë e vazhdueshme e jetës tonë, e jetës së tyre, dhe në këtë kuptim, ky bekim i Zotit tjetë gjithmonë pjesë e familjeve tona. Festa e kungimit të parë, çdo vit, edhe neve të rriturve, na kthen në ato momentet e gëzimit të parë që po marrim Krishtin në zemër. Secili prej nesh e kujton atë ditë me ndonjë gjë të veçantë, e sidomos me faktin që ja kim hap zemrën Krishtit, duke e pranuar me gëzim në zemrën tonë. Le të mundohemi t'i qëndrojmë besnik. Le të mundohemi që me përvujtni ta marrim atë në zemër. Prania e Krishtit është reale në mesin tonë. Nuk është një teori e shkrimeve, nuk është një mësim i etërve të kishës, as i shenjtërve, por premtim i Jezu Krishtit, unë jam me ju gjithmonë,
deri në të sosur të botës. Prandaj fuqia që është dhënë Jezusit nga Ati në fakt është tu jap njerëzve jetën e amshuar, të gjithve, dhe këtë gjë ja ka besuar kishës që ta ushtroj, që ta bartë si mesazh në mënyrë që të shkoj duke ushtuar feja në zemrën e secilës gjymtyr të saj që jemi ne, veç e veç secili prej nesh. Prandaj vepra që Ati ja ka besuar kishës për ta bërë është pikrisht mbarshtimi i sakramenteve të shenjta. Për këtë arsye, kur thash që i shoh këta fëmijë këtu si një rrezë dielli, atëherë është Krishti dielli që ngroh zemrat tona dhe lëshon këto rrezë në botë, në familje, në shoqëri, që të shohim sa e nevojshme është, t'i kujtojmë fjalët e Krishtit, nëse nuk bëheni si fëmijët, nuk do të hyni në mbretërinë e qiellit. Nëse nuk arrini këtë nivel pastërtie shpirtënore, përvojtnie njerëzore, ne si ta synojmë mbretërinë e qiellit? Prandaj edhe ungjilltarët shpesh flasin për momente të ndryshme, edhe të lutjes së Krishtit, nuk është se sjellin përmbajtjen e atyre lutjeve, sa herë tërhiqej Krishti në urat, por njërën prej tyre po, atë të lutjes Ati ynë, dhe le ta kuptojmë sa e rëndësishme është se të gjithë ne jemi fëmijë të Zotit dhe nuk do të rritemi kur deri në atë moshë që mbase të marrim vetën dorë krejtësisht, nuk e përjashtuar atë nga jeta jonë, por le të mbetemi fëmijë të Atit qiellor, e atëherë do të dimë të vlerësojmë edhe këtë virtyt të shërbesës, të dashurisë, të gjitha asaj që e përbën jetën e virtytshme njerëzore. Në ditën e sotme nuk është se dëshiroj të them fjalë të mëdha, por mbi të gjitha të bëj të kuptoni sa është Jezusi ai që vjet në shërbimin tonë. Në forma të ndryshme na shoqëron të gjithëve, duke na ndihmuar e përkrahur, e mbi të gjitha që thash duke na bekuar me shumë të mira. Le të jetë lutja jonë falënderim, lutja jonë ndaj Tij, le të jetë një klithje gëzimi për gjitha të mirat që na jep, dhe këtë dashuri të vazhdoni, ta reflektoni edhe në raport me fëmijët tuaj. Janë ata që me sy shohin dhe mësojnë. Janë ata që presin dëshmin tuaj. Janë ata të cilët mësojnë prej jush më shumë duke parë se sa duke u folur, e kjo kohë nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse të gjithë arsyetohemi se është një kohë dinamike me shumë angazhime të ndryshme dhe prandaj edhe gjejmë arsyetime të shumta që dvim her pas here e ta përtrim këtë miqësi me Krishtin. Ne nuk duhet ta përtrim miqësinë me të, por ta jetojmë në mënyrë të vazhdueshme. Është ai miku ynë, është ai që vjet në shërbimin tonë, dhe sot, kur fëmijët marrin kungimin e parë, kujtojeni fjalët e Krishtit, leni fëmijët të vinë tek unë, e mos u andaloni
u thot Krishti apostujve, sepse atyre u përket mretnia e qiellit, e ju mos hezitoni të viheni në këtë shërbim, jo vetëm me të mirat e kësaj bote, me celularët më të ri, me petkat më të bukura, e me mjetet më të mira e kushtet të ndryshme për jetesë, por ta ushqeni shpirtin e tyne, në mënyrë që të jetë falendërues gjithmonë ndaj Zotit, ndaj familjes, në mënyrë që të kemi familje të shëndosh, në mënyrë që të kemi shoqëri të përbërë prej atyre familjeve që rrezatojnë këtë gëzim e ngrohtësi të cilën na dhuron Krishti. Të vazhdojmë këtë kremtim meshe me po këtë përkushtim ndaj Zotit, i cili u përvojtnua, i cili edhe sot në Eukaristi përvojtnohet, bëhet bukë me uratën e shëndrimit, dhe prej saj neve na e dhuron korpin e vet. Merrni e hani, ky është korpi im. Një përvojtni e jashtëzakonshme, të cilën nuk është se mund ta perceptojmë e kuptojmë me mendjen tonë, por duhet ta besojmë dhe feja është ajo që shndron jetën. Ta lutim që të gjithëve na bekojë shoqërojnë jetën tonë dhe në këtë kuptim edhe ky gëzim e bekim të shoqërojë këta fëmijë, familjet e tyre e të gjithëve që i besojmë emrit të Tij në jetën e përditshme. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Besoj në një hytë vetëm, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit, gjitha semët që shihen. Besoj në Zot të vetëm, në Jezu Krishtin, të mirë një hytë, të lindur prej Atit para të gjithë shekull. I një qenësh me Atin, në përmjet të cilit janë krijuar të gjitha se, ai që përmej njerëzit dhe të shpëtimin tonë, Spritin e qiellit. Dhe Virgjës Maria e u bën deri dhe u kryqësua për nerin tonë si Pilat. Soi dhe varos dhe u ngjall të tretën sipas shkrimeve, e unë gjithë në qiell dhe rejnë të djathën e Atit, dhe përsëri do të vinë në lavdi për të gjykuar të gjallët e të vdekur. Emret një e Tij nuk do të ketë mbarë. Besoj në Shpirtin Shenjtë, që është Zoti i dhënës, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin adhurohet e lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetë, të shenjtë, katolike dhe apostolike, të shmoj një pakësim të vetëm për faljen e mëkateve, presin gjalljet e vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër e motra, t'ja drejtojmë hyjt lutjet tona. Jemi në këtë kremtim solem, e me gëzim t'i kërkojmë Zotit të dërgojmë mbi ne Shpirtin e Tij për cjellës të dritës, forcës, shpresës. Prandaj lutemi së bashku e të themi: dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për kishën e shejtë, o Zot, të falenderojmë për kishën tënde, që na mëson të ecim në dritën tënde. Bekoje popën tonë Leonin e 14, i bashkëvënjet, mashtarët dhe të gjithë ata që udhëheqin popullin tënd me dashuri e besim. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë.
Për ne fëmijët që marrim kungimin e parë, Jezus i dashur, sot kemi gazimin të presim për herë të parë në zemrat tona. Na ndihmo që gjithmonë të duam, të dëgjojmë dhe të jetojmë si fëmijët e tu. Të lutemi. Për prindërit dhe familjet tona. O Zot, faleminderit për prindërit dhe familjet tona. Bekoj ata që na kanë rritur me dashuri dhe që na kanë mësuar për ty. Jep shëndet, paqe dhe gëzim në jetën e tyre. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për famullitorët tonë dhe katekistët. Zot i mirë, të falenderojmë për dëm agimin, famullitorët tonë dhe për katekistët që na kanë përgatitur me përkushtim për këtë ditë. Shpërblej me dashurinë dhe bekimin tënd. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për të gjithë fëmijët e botës, Jezus i dashur, kujdesu për të gjithë fëmijët në botë, sidomos për ata që janë të varfër, të shëmur apo që jetojnë në luftë, na mëso të ndajmë dashurinë tënde me të gjithë. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Për ne që të rritemi gjithmonë në fe, Jezus, ti je buka e jetës dhe miku ynë i dashur. Ndihmona që gjithmonë të jemi pranë teje. Të lutemi të jetojmë me zemër të mirë dhe të ecim çdo ditë në rrugën tënde. Të lutemi. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Pranoj o Zot lutjet tona, të cilat i shprehem me fjalë. Pranoj edhe të gjitha ato lutje që bartim në zemrat tona dhe bekoj këta fëmijë e mbar bashkësinë me hire tua ti që jeton e sunda në shekuj të shekujve.
shpëtuar jetën sot i qëtësisë, për i sot të mëndë që për kushtojë dhe shpëtjate i zdej për sot marë për njësë. Shpëtuar që për sot e në amshim. Lutuni vëllezër e motra, që flia ime dhe juja dale pëlqyeshme para hyjt, Atit të gjithë pushtetshëm. Si edhe për dobin tonë, e të mbarë ishë sësi të shenjë. Pranoj o Zot bashkë me dhuratët e flisë, edhe lutjet e besimtarve të tu, që me anën e kësaj shërbese të kremtuar me dashuri, të kalojmë në lumturin qiellore, në për Krishtin e Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ti lartësoj me zemrat. Të falenderojmë Zotin, hyjin tonë. Për një mendësht punë e denjë dhe e drejt, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkund, Ty o Zot ati i shenjtë, hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, në për Krishtin Zotin tonë. Ai pas ngjalljes së vet, ju shfaq në mënyrë të dukshme të gjithë nxënësve të vet, dhe mandej para syve tyre unë gjetë në qiell, për të na bërë ne pjesëtar të jetës së Tij hyjnore. Prandaj njerëzimin në mbar botën, galdon me harën e plotë të pashkëve, por edhe fuqitë e përmet dhe pushtetet engjëllore, e këndojnë himnin e lavdisate, duke thënë pa pushim.
Me të vërtet, je shenjt o Zot, burimi çdo shejtërie. Ty pra po të lutemi shëtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theu, u adha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pas u krye darka, mori edhe kelkun përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i bestidhjes së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Shfallim gjallën tënde dhe presë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvujtni që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Lete të bjerë në mend, o Zot, për kishën tënde, të shpërndarë në 4 anët e botës. Për sosën e dashuri, bashkë me papën ton Leonin, me i peshvin ton Doden dhe me gjithë klerin tëndë. Lete të bjerë në mend edhe për vlezërit tan e motra tona, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdečën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjër, hyjlindëse, me Shën Jozefin fatin e saj, me shejtrit apose me të gjithë shejtrit, që gjithëherë të pëlqyen që të madhërojmë dhe të lëvdojmë, në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qoftë çdo ndere e lavdi, për të gjithë shekujt të shekujve. E tani, si vëllezër e motra, të bashkuar në emrin e Krishtit, së bashku ta lusim uratën që ai na mësoi. Ati ynë që je në qiell, u shëjtroft emri yt. Na jep sot, na I fal fajët tona, si falim ne fëtorët tanë, e mos na lërë të mirë në tullim, na liro në rëcishë. Na liro, po të lutemi o Zot, prej të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde, na e paqen në ditët tona, e në saj të mëshirës sate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Jo, Zot, je prek, ti gjithë pushtesh, ti O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time. Mos I shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate.
jepi asaj si pas vullnetit në paqe dhe bashkim, ti që jeton e mretna në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Japim njëri tjetrit shenjën e paqës. Ja qenjë hyt, ja i që shlyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrun për gostin e qenjit. Për thuaj një fjalë të vetme, vëllezër e motra, vëllezër e motra, është momenti i shenjtë i kungimit dhe për të theksuar faktin e asaj që është Krishti, ai që na dhurohet ne për ushqim të shpirtit. Këtë herë, këtë vit, dua të kujtoj përvojtninë e Krishtit në darkën e mram, kur ulet t'u laj kam të apostujve. Dua të kujtoj shumë çka që Krishti bën në kontekstin e përvojtnisë ndaj nesh. Sikur edhe përvojtnimi që nga buka të shndrohet në korpin e gjakun e vet për të na ushqyer ne. Prandaj, ju ftoj të gjithëve që me këtë përvojtni edhe ju ta merrni Krishtin në zemër, ndërsa si thash këtë vit jam unaj që do të bie në gjunjë dhe do t'i kungoj fëmijët që sot po marrin për herë të parë Krishtin në zemër. Le të jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e pranisë së Krishtit në jetën tonë.
ka dashuri më të madhe se sa të japësh jetën për miq. Ju jeni miq të mi, nëse bëni çka ju urdhëroj. Nuk ju tharas më shërbator, por ju quajtë miq të mi. Qëndroni në dashurinë time dhe duani atin si dashuri më të madhe se sa të japësh jetën për mi. Ju
bëni çka ju urdhëroj. Theras më shërbetor, por ju qëtëmi që mi të ndrani në dashurin time dhe duani atin si Të lutemi, na dëgjo Zot shpëtimtari ynë, që në përmjet këtyre sakramenteve të shenjta, përforcohemi në shpresë, se mbar trupin e kishës do ta bashkosh në lavdi me Krishtin kryet e saj, që jeton e mretnon në shekujt e shekujve. Tani u lëni, fëmijët e kungimit parë kanë një fjalë rasti tani para se të shpallim lajmërimet e familjes. I dashur familjetari ynë Dënagim, të dashur mështar, të dashur prindër dhe të gjithë ju të pranishëm. Sot është një ditë shumë e veçantë për ne, fëmijët që kemi marrë kungimin e parë. Zemrat tona janë të mbushura me gëzim dhe mirënjohje, sepse për herë të parë kemi pranuar Jezusin në zemrat tona, në një mënyrë kaq të bukur dhe të thellë. Sot e ndjejmë se ai është pranë nesh, se na do dhe na fton të ecim çdo ditë me të. Prandaj dëshirojmë që fjala e tij të jetojë gjithmonë në zemrat tona, siç na thot: Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë kur uri. Kush beson në mua nuk do të ketë më etje. Me zemër të mbushur me dashuri falenderojmë Zotin, që na ka ftuar në tryezën e tij të shenjtë dhe na ka dhuruar këtë hir të madh. Falenderojmë me mirënjohje të thellë prindërit tonë, që me dashuri dhe përkushtim na kanë udhëhequr në rrugën e besimit dhe na kanë mësuar ta njohim dhe ta duam Zotin. Falenderojmë katekistët tonë, që me durim, kujdes dhe dashuri na kanë përgatitur për këtë ditë të shenjtë dhe na kanë mësuar bukurinë e besimit.
Një falenderim të veçantë edhe për famulitorin ton Donagimin, për kujdesin e tij atëror dhe udhëheqjen shpirtërore, si dhe të gjithë mështarët që na kanë ndihmuar, na kanë dëgjuar në rrëfimin ton të parë dhe na kanë përgatitur me zemër për këtë takim kaq të veçantë me Jezusin. Pra, faleminderit secilit prej jush që jeni këtu sot, për lutjet, dashurinë dhe praninë tuaj, që e bëjnë këtë ditë edhe më të bukur për ne. Mos pushoni së luturi për ne. Faleminderit. Në një ullëni, tash pasajon e kam pak emocione me full. Kaqë mirë kanë paraqitur të pjesëmarrjes sot në këtë kremtimeshe. Dhe dua të falenderoj Zotin edhone për këtë ditë të bekuar në familjen tonë. Në emrin të Dom Leonardit, dua të përshëndes Don Dominikun e Dom Meritonin që sot janë këtu, dhe pastaj në emër gjithë mështarëve t'ju uroj edhe ju të dashur fëmijë e prindër familjar për këtë ditë bekimi në jetën e juaj. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë motrën Lidvin dhe katekistët, sot sidomos Doruntinen, që janë angazhuar për këtë përgatitje vërtet mirë, që fëmijët jo vetëm t'jenë këtu të veshur në të bardha, por që secili prej tyre të njihet mirë. Dhe kjo është falë përgatitjes, prandaj i falenderoj për angazhimin e tyre dhe nuk dua të zgjatem, por t'ju kujtoj që të martën është martja shëndot, mesha në Ulpian 11, gjdo ditë, pastaj mesha në katedrale në orën 6 në mramje. Prej festave dua t'ju kujtoj që këtë vit, sot një javë, dita e rshajve, është 24 maj, prandaj festa e Zojës Ndihmëtare në katedralen e Prizrenit të Zojës Ndihmëtare, do të shënohet të shtundën me 23 maj në orën 11 do tjetë mesha solemne në katedralen e Prizren. Pastaj gjatë kësaj jave do të vazhdoj përgatitja e kandidatëve për krezmim, sepse sot një javë do tjetë krezmimi këtu në katedralen e orën 11, për ndryshe katekizmin për këtë vit shkollor e kem për mbyllur, përveç për kandidatët e krezmimit që edhe këtë javë do të përgatiten për ditën e rshajve dhe krezmimin e tyre. Pra, ju njoftoj që me 30 maj, kur është e shtuna e fundit e këtij muaji, do të mbahet shtektimin e letnicë në kishën e Zojës, si që bëhet çdo vit shtunën e fundit të muajit maj, prandaj nëse ka të interesuar, ne do të organizohemi që të shkojmë të organizuar në shetënorën e Zojës në Letnicë dhe qysh tash mund të lajmërohemi. Një njoftim tjetër plot gëzim është shugurimi me shtarak i Domaltjan Rokut, ndoshta me emër nuk ju kujtohet, por e shihni shpesh këtu në katedrale diakonin që është tek shkolla Don Bosco këtu në Prishtinë. Domaltjoni do të shugurohet me shtar. Mesha do të jetë në katedralen e Shën Shtjeftit në Shkodër në orën 19 me 20 qorshor. Ndërsa me 21 qorshor do ta kremtoj
meshën e parë në kishën e Shën Gjon Boskos në orën 10. Pra me 20 shugurimi, mesha në katedrale në Shkodër në orën 11, me 21 mesha parë e ti në kishën e Shën Gjon Boskos në orën 10. Njetin e meshës e keni të shënuar dhe ne para se të shpërndajmi natyrisht do të bajmë një foto të përbashkët me fëmijët e kungimit parë këtu. Fëmijët tashmë që kanë marrë kungimin e parë dhe do t'u jepet një kujtim i kungimit të parë, pastaj edhe do të vazhdoni me gëzimet e juaj familjar që keni. Mendoj që nuk kam harruar ndonjë gjë përveç t'i përgëzoj edhe një herë këta fëmijë që kanë lexuar, që kanë kënduar, por edhe të gjithë, sepse i kam pa, kanë qenë aktiv në përgjigje, në këndim gjatë meshës. Një shembull shumë i mirë për ju, prindër e gjithë juve këtu të pranishëm. Se në mesh vim, të kyqemi në lutje, në këndim, jo të shohim mesh, por të marrim pjesë në të. Prandaj, do të marrim bekimin dhe do të bëjmë një foto këtu të përbashkët e pastaj edhe do të vazhdoni me gëzimin e juaj, qohemi në kam. Zoti qoftë me ju. Ju bekoftë ju rujty gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shejt. Amen. Mesha u krye me bekim Zotit, shkoni në pace. Falenderojmë. Atëre kemi nga një kujtim edhe dhurat vogël për secilin kandidat. Martina Tornoka. Pastaj Enea Dedaj. Pastaj Era Shtufi. Enea Era Sara Lekaj. Flok që ti paska. Sara Lekaj. Klara Kërquku. Leda Hajdari. Leda, Urna Leda, Urime Leda. Gent, Nrejaj, Genti. Leja Genti. Jan, Nrejcaj. Jani, kuma Jani? Eja. Nikujti. Jon, Krasnici. Joni, Deti Jon, not det. Era, Noe, Ira, jo Ira. Marin, Dushi, Eugen, Ismaili, Eugeni, Inri, Kolaj, surprise. Ana Toplanaj. Noel Aliaj. Noel që sa bukur. Ferdinandi Mriaj. Ferdinandi. Alberta Eja Daka. Urime Alberta. Andre Berisha. Andre Andre
Troja, Toqi, Troja, Ana Maria, Dedaj, Drini, Nrejaj, Eja Drini, Urna Drini, Albioni, Marko, Albion, Marko, Marini, Kolaj, Eja Marin, Urime, Artur, Hasanaj, Urna Artur, të zotin. Rinesa, Urna Rinesa, Teo, a ka dhe një Teo në klasë? Jo, veç një ashtë, Teo, Urna. Leandro, Nërecaj, Urna Leandro, Luiza, Salicuni, Luiza Urime, Matej, Gegaj, Matej, Eja, Qëllja Matej, Patrik, Patrik, Urna Patrik, Bjordi, ku është? Eja, Bjord, Urime, Ema, Manrecaj, Eja, Ema,